Produkti që do të tregoj tani është ky Swaddle pambuku i Sevi Bebit. Është një pambuk i plot me 2 shtresa, pra ka 2 shtresa pambuku të tilla, dhe është me këtë pjesën që ju ose mund t'ja lini kokën këtu brenda fëmijës, ose kur e mbërthen, ja vendos kokën sipër kësajt, e palos në këtë formë, dhe më pas vendos ngjitsin se sa do ta shtrëngosh. Pra mund t'i rri dhe jashtë koka edhe brenda kapuçit. Këtë ngjitsin e ka me disa nivele në varësi se sa është bebushi, dhe ka dhe këtë suportuesin, i cili si fillim lidhet e pjesa e barkut në mënyrë që t'i krijoj një lloj ngrohtësie bebushit, por nga ana tjetër kur ju e kapni nga jashtë, kjo është një suportues i pjesës së mesit, sidomos për nënat e reja që kanë frikë që ta kapin dhe ta mbajnë në dorë. Thjesht futet bebi, ulet kjo dhe shtrëngohen krahët sa doni që ta shtrëngoni. Si mas është 0 deri në 3 muaj. Si dizajn kemi 3 copë. Kemi këtë rozën, kemi këtë me makina dhe arusha blu, dhe kemi dhe këtë këtu që vjen me këto dele me kafsh në ngjyrë bezh. Është 25.000 lekë, dërgesa falas.